Zoti Daku, me që jemi në sezonin turistik, juve thatë në mbledhjen e Komitetit të Turizmit se ka kërkesa nga ana e operatorëve për plazhet. Si do të funksionojë këtë vit? A mund ta sqarojmë ne publikun, qytetarët, operatorët turistik, si do të veprojë bashkia, apo do të jetë e njëjta metodë si vitin e shkuar? Në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Turizmit, jemi duke hartuar një plan dhe ka marrë një vendim qeveria për stacionet e plazheve, duke i dhënë të drejtën pushtetit vendor që t'japi plazhe nga 200 deri në 500 metra katror. 5.000 metra katror. Në zonat të cilat janë zonat të reja për bashkinë e Durrësit, pra në zonën e Amalla, Gjirit të Lalësit, Katundit të Ri, në gjithë të zona ku sipërfaqja është e madhe, ne do të operojmë me sipërfaqe nga 5.000 metra, ndërsa në plazhin e vjetër të Durrësit do të vazhdojmë me skemën që kemi realizuar në vitet e mëparshme, duke i dhënë operatorëve turistik nga 200 deri në 500 metra. Kjo bëhet për të japur ndihmë turistëve të asaj zone, por nga ana tjetër do të mundohemi të ruajmë raportin e plazheve publike, i cila është tash patjetër 80/20, por ndoshta edhe më shumë, duke disiplinuar të gjithë operatorët turistik, të cilët shfrytëzojnë plazhin, shfrytëzojnë rërën, por ka dhe nga ata të cilët e superojnë atë duke shkuar deri në vijën bregdetare. Kemi vendosur një kufi këtë vit, rreth 10 metra nga plazhi, nga vija ku ndahet rëra me detin, të cilat jetë e paprekur, të jetë një shëtitore për qytetarët. Dhe me që jemi në këtë zonë, është edhe rruga që po ndërtohet, juve tha do të pushojmë, nuk do të ketë punime në korrik dhe në gusht? Në muajin korrik dhe në gusht nuk do të ketë punime, do të kemi biseduar me firmat nën kontraktore, të cilat nuk do të punojnë gjatë asaj periudhe për të rifilluar ato në shtator.